Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos i neglizhoni, këto janë shenjat fillestare të sklerozës dhe Alzheimer. Jasti ta dalloni. Sëmundja e Alzheimerit është shkaku kryesor i demencës të të këmoshuarit, duke gërryer në mënyrë progresive kujtesën dhe aftësinë e tyre njohëse. Treguesit më të zakonshëm të demencës janë humbja e kujtesës, problemet me përqendrimin dhe vështirësia për kryerjen e detyrave të përditshme. Megjithatë, studiuesit e sëmundjes së Alzheimer kanë identifikuar një shenjë të hershme të mundshme që mund të kthehet shpejt edhe në një diagnozë të gjetur. Ndërsa nuk ka as ndonjë recetë për të përfunduar përfundimisht edhe mbrojtjen e trurit, gjithashtu ka disa masa parandaluese që mund të ngadalësoni përparimin e saj. Specialistët nga Universiteti i Chicagos kanë identifikuar një rënje të ndjeshme në nuhatje, si një shenjë të hershme të mundshme. Ky zbulim sugjeron se individët mund të jenë në gjendje të zbulojnë sëmundjen e Alzheimerit në fazën e saj të hershme, veçanërisht kur vërejnë një aftësi të zvogëluar për të dalluar aromat e njohura gjatë aktiviteteve të tilla si për shembull edhe dushi. Nëse e keni këtë mungesë, atëherë kjo mund të jetë edhe shenjë kryesore e Alzheimerit. Ulëntimet bazohen në lidhje midis njohjes së aromës dhe kujtesës. Ekipi ekzaminoi funksionet e nuhatjes të 515 të moshuarve, duke synuar të zhvillojnë testin e shqisës së nuhatjes të ngjashme me ato të përdorura për të vlerësuar shikimin dhe dëgjimin. Testet të tilla, sipas ekspertëve të Universitetit të Chicagos, treguan se mund të paralajmërojnë edhe problemin e Alzheimerit. Profesori Jonathan Pinto nga Universiteti i Chicagos komentoi rëndësinë e studimit duke thënë se studimi ofronte edhe një shenjë dalluese për problemet e kujtesës. Alzheimeri është një shenjë e cila mund të dallohet edhe që në hapat e para. Përparimi i saj mund të jetë i vështirë edhe për shfaqjen e problemeve të kujtimeve tuaja. Sëmundja e Alzheimerit, forma më e zakonshme e demencës, prek miliona njerëz në mbar botën duke u grabitur personave kujtimet dhe aftësinë e tyre të menduarit. Sipas Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve CDC, rreth 6 milion amerikanë jetojnë me sëmundjen e Alzheimerit. Kur flitet për këtë sëmundje, njohja e shenjave të hershme është thelbësore për ndërhyrje në kohë dhe menaxhimin efektiv të saj. Alarmante është nëse ato ndodhin vazhdimisht dhe shoqërohen me ndryshime në aftësinë e presionit dhe gjithashtu në fokusin e tyre. Zakonisht kur një person vjen tek vlerësimi, kjo ndodh sepse familja dhe miqt kanë vënë re sjellje jo karakteristike dhe shqetësuese. Sipas Qendrës për Universitetin e SBA-ve ka treguar se shenjat e hershme ndaj të cilave duhet të keni kujdes janë. Sipas Institutit Kombëtar të Plakjes në SBA, problemet e kujtesës janë zakonisht një nga shenjat e para të kësaj sëmundje. Simptoma më e zakonshme e hershme e Alzheimerit është dëmtimi i kujtesës për gjërat që kanë ndodhur vazhdimisht edhe kohët e fundit. Humbja e kujtesës në këto raste mund të jetë një shenjë dalluese që mund të paralajmërojë edhe për Alzheimer. Vështirësia në zgjidhjen e problemeve gjithashtu mund të jetë për shkak të Alzheimerit. Alzheimeri mund të ndikojë në aftësinë e një personi për të zhvilluar dhe ndjekur një plan ose për të zgjidhur problemet. Sfiduese bëhet edhe detyra e thjeshtë, si për shembull ndjekja e një recete të dhënë nga mjeku ose edhe pagesa e faturave. Nëse keni vështirësi në këto gjëra, bëni një konsult me mjekun specialist për të paraqitur edhe diagnozën e duhur të shqetësimit tuaj. Konfuzion mbi kohën dhe vendodhjen. Nëse ju ndodh vazhdimisht, kjo me siguri mund të shkaktohet gjithashtu nga problemet tuaja të Alzheimerit. Njerëzit me Alzheimer në fazën e saj të hershme harrojnë shpejt datat, stinët ku ndodhen dhe humbasin perceptimin me kalimin e kohës. Po ashtu mund të kenë vështirësi të kuptojnë se ku janë ose si arrin në një vend të caktuar. Ndryshimet në shikim dhe në orientimin hapësinor mund të jenë për shkak të problemeve të Alzheimerit. Alzheimer mund të ndikojë në perceptimet vizuale duke çuar në vështirësinë e gjykimit të distancave dhe përcaktimin e ngjyrës ose kontrastit. Kjo mund të sjellë probleme me leximin, drejtimin e makinës, lundrimin dhe mjediset e njohura të cilat bëhen të vështira.
Një person me Alzheimer mund të shfaqë ndryshime në aftësinë e gjykimit ose të vendimarrjes. Të sëmuret me këtë sëmundje mund të kenë një zgjidhje të dobët të anës ekonomike, të neglizhojnë higjienën personale dhe të shfaqin gjithashtu edhe rënje të theksuar të vëmendjes në pamjen e tyre të jashtme. Tërheqje nga veprimet sociale. Alzheimeri në fazën e hershme mund të sjellë gjithashtu ndryshime të dukshme në sjelljet e tyre sociale. Individët mund të tërhiqen nga aktivitetet sociale me pasion që i kanë bërë në të kaluarën, duke treguar një interes të reduktuar në ndërveprimet që ata i kanë shijuar më shumë në të kaluarën. Ndryshimet të theksuara të humorit dhe të personalitetit gjithashtu mund të lidhen edhe me problemet tuaja të Alzheimerit. Alzheimeri mund të shkaktojë ndryshime në humorin dhe në personalitet, duke çuar kështu edhe në rritjen e nervozizmit, ankthit dhe të depresionit. Njerëzit me sëmundjen e Alzheimerit mund të mërziten lehtësisht, të jenë dyshues ose edhe të shfaqin ndryshime në karakterin dhe në humorin e tyre. Nëse vëreni këto shenja për një kohë të gjatë, konsulta me mjekun duhet të jetë paraprake ose edhe si një zgjidhje eficiente kundër këtyre shqetësimeve. Alzheimeri mund të jetë disi i vonuar për disa persona, mund të shfaqet me shenja të lehta, por me kalimin e kohës ato mund të agravojnë dhe gjithashtu të rëndojnë gjithmonë më shumë gjendjen tuaj. Andaj nuk duhet të neglizhohet asnjë shenjë. Vështirësia në të folur dhe në të shkruar mund të lidhet gjithashtu edhe me shqetësimet tuaja të Alzheimerit. Shprehja e mendimeve dhe ndjekja ose përfshirja e një bisede mund të bëhet sfiduese për ato që kanë edhe shqetësime të theksuara të Alzheimerit. Ato mund të jenë jo pak të vështirë të gjejnë fjalët e duhura ose të ndjekin mendimet që shtrollohen dhe shfaqen me probleme të ngjashme. Është e rëndësishme që nëse vëreni këto simptoma ose i shikoni tek njerëzit tuaj të afërm, t'i adresoni ato tek mjeku përkatës. Konfuzioni dhe çorientimi janë zakonshme te individët të prekur nga Alzheimeri, sidomos në mjedise të panjohura dhe në ato komplekse. Nëse i vëreni këto shenja, duhet t'i adresoni ato tek mjeku juaj. Sjellja agresive dhe nervozizëm, edhe këto mund të lidhen gjithashtu me problemet tuaja të Alzheimerit dhe nuk duhet t'i neglizhoni, por duhet t'i adresoni tek mjeku juaj. Në disa raste, Alzheimeri mund të çojë në rritjen e agresivitetit dhe të nervozizmit. Kjo gjë mund të jetë shqetësuese për individët ose kujdestarët e tyre duke kërkuar më shumë durim dhe mirëkuptim. Sipas Medical Express, duhet të adresoni çdo shqetësim të mundshëm tek mjeku juaj, pasi neglizhenca për një kohë të gjatë dhe mos adresimi në rastet përkatëse mund të ndikojë gjithashtu edhe në avancimin dhe problematika më të rënda të shfaqjes së shëndetit tuaj. Humbja e kujtesës mund të jetë gjithashtu një shenjë kryesore e problemeve të Alzheimerit. Një nga shenjat më të zakonshme të sëmundjes së Alzheimerit mund të jetë për shembull, veçanërisht në fillimet e para, harresa e informacioneve të marra së fundmi. Të tjera janë harresat e datave ose ngjarjeve të rëndësishme, duke pyetur për të njëjtën informacion në mënyrë të vazhdueshme, si dhe nevoja për të mbështetur edhe në pajisjet elektronike ose në pjesëtarët e familjes, do të bëhet gjithmonë edhe më shumë e varur. Vështirësia në kryerjen e punëve të shtëpisë mund të lidhet gjithashtu edhe me probleme të theksuara të shqetësimeve të Alzheimerit. Njerëzit e prekur nga sëmundja e Alzheimerit shpesh kanë vështirësi për të kryer punët e përditshme. Njerëz ato kanë probleme për të drejtuar makinën drejt një vendi të njohur, për të menaxhuar buxhetin ose edhe për të kujtuar rregullat e lojës së tyre të preferuar. Nëse ju ose një afërmi juaj ka shfaqur këto simptoma, adresojeni ato tek mjeku përkatës për të evituar kështu edhe përparimin në mënyrë të pakontrolluar të këtij problemi. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj,
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe